Unë doja që të rikthehem amendamentet 17 të kaluar nga Parlamenti Evropian javën e kaluar në Strasburg, sepse gjatë javës të kaluar edhe këtë javë është ndërmarrë një fushat e tërë dezinformimi për çka ky amendament përfaqëson. Kështu që do ta lexoj shprehimisht të përkthyer në shqip. Shpreh shqetësim serioz që zhvillimet në vazhdim brenda zonës së mbrojtur të Vjosnartës demonstrojnë pasoja praktike të këtyre ndryshimeve legjislative dhe rreziqe që rezultojnë për zonat me vlerë ekologjike të njohur. Ndjek nga afër protestat masive paqësore që janë duke u vazhduar në këtë drejtim dhe më e rëndësishmja, u bën thirrje autoriteteve shqiptare që menjëherë të vendosin një moratorium mbi të gjitha procedurat e reja të dhënies së lejeve, punimet ndërtimore dhe ndërhyrjet zhvillimore brenda zonave të mbrojtura derisa dispozitat e papajtueshme të ligjit të amenduar për zonat e mbrojtura të jenë shfuqizuar, bazuar në një kërkesë të kahershme nga Komisioni dhe Parlamenti dhe në përputhje me standardet përmbyllëse të kapitullit 27. Kjo kërkohet, ajo që ka ndodhur gjithashtu është që është thënë që çdo gjë do të bëhet duke marrë parasysh studimet mbi efektet mjedisore që do ketë ky projekt, ndërkohë që është shumë e rëndësishme që ne të rikujtohemi që në fund të prillit dhe në fillim të majit, ndërtimet në zonën e mbrojtur Pishporonart kanë filluar. Shumë shpejt aty është ndërtuar një rrugë, shumë shpejt aty u vu gardi dhe ne e mbajmë mend shumë mirë rastin e dhunës së ushtruar nga private security mbi një qytetar që ishte duke protestuar në Zvërnec atë ditë. Kështu që duhet të vazhdojmë presionin mbi qeverinë për anullimin e ligjit 21/2024 dhe gjithashtu presionin mbi institucionet europiane për po të njëjtën arsye. Në të njëjtën kohë, diçka me shumë rëndësi që ka ndodhur javën e kaluar është që gazeta investigative Follow the Money në Holland ka publikuar një artikull për të ndjekur rrjedhat financiare të kompanive të përfshira në rastin e Zvërnecit dhe nga ky artikull pastaj në Parlamentin holandez po ngrihen pyetje mbi këto kompani guask të përfshira në rastin e Zvërnecit. Disa nga pyetjet lidhen dhe me mundësinë e bashkëpunimit me instancat antikorrupsion në Shqipëri për të zbardhur emrat e përfshirë në këtë çështje, për shkak se në këto kompani guask, disa nga ato që kanë ekuitet në këto kompani kanë më pak se sa 25% dhe kështu nuk janë të detyruar të tregojnë emrat. Kështu që dhe kjo është diçka për cilën ne duhet vazhdimisht ta monitorojmë, vazhdimisht të flasim dhe të ngrem zërin. Shumë faleminderit. Ramapur Berisha Pur! Ramapur Berisha Pur! Ramapur Berisha Pur! Edhe tani do flasi një qytetare me emrin Ilvana. Përshëndetje. Na falni për zërin, po na ka ikur. Shqipëria nuk është në shitje, Shqipëria është jona. Dhe nëse ju e besoni këtë, ju lutem, nëse vërtet e besoni, ju mund të protestoni deri në fund 24/7 tek sheshi gjithmonë me ndërrime. Ashtu siç kam bërë unë, nënë e 2 fëmijëve, i kam lënë fëmijët vetëm dhe ju presim që të jeni aty të paktën të na bëni ndërrim. Shumë faleminderit. Ramapur Berisha Pur! Ramapur Berisha Pur!
Berisha bur, Berisha bur. Ramambur, Berishambur! Ramambur, Berishambur! Pas 24 ditësh, ne kemi më entuziazëm se ditën e parë! Ne jemi më të vendosur se ditën e parë! Sigurisht edhe kryeministri është shumë më i dobët se ditën e parë. E përrëdhoj edhe ne jemi më të fortë se ditën e parë. Ne do t'jemi këtu derisa ai të mos jetë më këtu. Kjo protest ka bashkuar qytetarë cilët nuk ndajnë të njëjtat bindje politike, nuk ndajnë të njëjtat fe, përkatësi fetare, nuk ndajnë gjitha qini, nuk ndajnë gjitha mendime, ama janë gjithë bashkë kundër këtij kryeministri. Ky kryeministër ka shkatruar gjithçka në këtë vend, secili segment shoqëror duhet ngrihet përballë këtij. Këtu kam kënaqësinë të ftoj një qytetar i cili deri para ca kohësh ishte aktivist i një partie, po këtu ka ardhur si qytetar i lirë dhe i ka qëndruar më mbalë Edi Ramës. E ka detyruar Edi Ramën që të merret personalisht me to dhe këtu vjen ballë lart përballë ti përsëri. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Erlistina, ai i cili Edi Rama u zgjua sot në mëngjes dhe tentoj të bëj miku im. Por përgjigjen që ja dhash aty po ja jap tek këtu përpara vëllezërve dhe motave të mia. Unë nuk mund të jem miku i Edi Rama sepse Edi Rama ka tradhtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj, Edi Rama, unë nuk jam si ti dhe ti nuk mund të qash hallet e mia sepse ti je shkaktari i tyre. Shikoj me vëmendje këtë shesh. 24 ditë je munduar ta përçash, je munduar të na bësh agent iranian, grek, serb, por nuk ja ke dalë. Ja, je munduar ta etiketosh, ky është i Partisë Demokratike, ky është i çamve, ky është i grekëve. Ne jemi të gjithë shqiptarë. Vetëm partinë tënde dhe të Taulantit, partia është më e madhe se Shqipëria. Për ne Shqipëria është e para. Ndaj, sot kam ardhur me një pankart, kur ndryshe nga siç ti e paraqite, unë jam me këtë shesh gjithë plot, dhe përpara kryeministrisë ti je i ulur vetëm. Dhe kështu i vetëm, do të largosh nga ajo zyrë dhe do të shkosh në burg. Ti do t'japësh llogari për të gjitha qindagat që ju ke vjedhur shqiptarëve. Ndaj kam një thirrje zemër për të gjithë. Bëni bashkë, lërni përkatësitë partijake, lërni përkatësitë fetare. Sot ka ardhur dita të largojmë Edi Ramën nga pushteti. Dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Dhe në fund për t'i treguar Edi Ramën se ne nuk jemi si ai. Ai i tha shqiptarëve fuck you. Ne kemi vetëm një përgjigje për të. Rama jepe dorë heqe, Rama jepe dorë heqe.